Tash po mundona me plotësu edhe këtë pjesë vetë. Ka dole me bojë, kom marrë një farë fletore, kështu edhe pi bëj tekstet vetë. Tash më varet prej zhanrit, cili tekst ku përshtatet. I prek edhe atë pjesën personale, këto tekstet ku shkruan vetë? Po, gjithsesi. Tregon artiste edhe një pjesë të ti? Pa i tash artisti, unë edhe babën e kom pas artiste, regjisore, kështu, të gjitha zhanre, me thonë, të artit, edhe piktori është njëjtë edhe gjithë. Ka njerët teket bohakin 2 natës të vjen një ide, edhe qosh e shkruan ose piktoron, ose gjitha artet janë njëjtë edhe. Do më vjen inspirimi që aty për që aty. Ose she, ose ndizjon diçka dhe që aty për që aty, kështu që edhe në rasti tema është njëjtë. Të ka ndodhë edhe ty në 2 natës? Po, ka ndodhë sa shbone, kom shru një tekst, veç merë që ashtu si ide dhe prej një fjaliz tani zhvillohet, njëjtët është edhe te kompozitorët. Është për shumë një temë, si me thonë 2 takte na i thoi muzikë, me 4-5 nota prej saj krijohet komplet kanga. Mjafton me pas atë nisin e mjafton mbore. me pas bazën, që ashtu. Edhe tani zhvillohet kanga komplet. Mirë, tekstin e përfundove, këto sidomos që e shkryti gjatë natës? Po, vetë si ideje, po ata nesër më nëzjes tani normal strofa parë, strofa dytë, po e disha si temë që ka përdu me bo, kështu që... Ashtë një projekt i cili do të realizohet? Po, është projekt tash me thonë mujë në arshëm, se lash puna dhe tash jo Ramazani, jo kështu, është edhe një projekt tjetër, mujë me diskutu, me një shoktimin që e kom njoftu kejtë rasisht, një turk është i Stambollit, mujë në arshëm kom e shku në Stambol, aje ka shku tekstin turqisht, unë e shqip, edhe kena me bo diçka një kombinim mes dy kulturave. Pra pas ka vërcen bashkëpunim? Po, bashkëpunim si një videoklip kena me bo kështu si me telefon, diçka ndryshe kena me bo, që ka me bo në Stambol. Videoklipi, kështu që mujë në arshëm kismet. A është tematika e njëjtë, realisht? Tematika është për dashuri, zakonisht jenë adin. Jo, çështja është nëse, për shembull, pjesa e tekstit shqip është një lloj vazhdimësi e pjesës së tekstit turqisht, ose ana sjellët as pseu, apo dallojnë realisht kuptimet? Jo, normal që turqishtën ka pak e kuptoj, se nonën e kam prej Zrenit atje, po i thash tash dërgoma tekstin, e përkthej edhe unë mundona më u përshtat, atë që më kon 2 strofat, atë më përshtat me vetes. Keni bërë prova deri më tash se si munden me unë atë kam njoftuar rastisht, ai është Attila Volga, është një artist shumë i talentuar dhe ai bën më shumë rock alternativ. Është një rock i lehtë, që në Stamboll dhe në Turqi është shumë në modë, si me thonë. Edhe besoj që ka me qenë një kongë interesante atë. Edhe na e provum veç me gitare, kështu erdha në Prishtinë, ai kishte një turne nëpër Ballkan. Edhe unë njoftuam rastisht aty në restoran, edhe një familje tash jemi shok. Komunikojmë non-stop. Tash mujë në arshëm kismet kom e shku te ai edhe ta këshyrim çka po del. Sa e vogël është bota, kështu kur e mendon edhe imagjinon. Njoftuam këtë rastisht, po interesant. Shumë mirë. Sa i përket projekteve tua, do dëshiroja të ndalesh atë një projekt i cili është shumë i ndjerë, dhe ti më thuaj nëse ke shkruar tekstin vetë ose jo, kënga Mallëngjimi. Po. Te rasti Mallëngjimit është pak më ndryshe, kur te afrimi dhe te Valerina që i përmena, isha unë si mysafir, kështu me pi kafe dhe ai mendoi që unë jam divorcuar nga gruaja. Dhe unë pi tregoj se gruaja ka ndruar jetë para 4 viteve.